përshëndetje gjithve qytetarët Kamzës dhe të mbarë Republikës. Pikë pari, përshëndetje gjithve dhe një duartokitje për pjesëmarrjen këtu dhe një protestë qytetare para Bashkisë Kamzës kur rritjeve arbitrare. Dhe skandaloze që në bje dhe kjo bashki ndaj vjetra mira punëtorëve dhe ndaj qytetit më punëtor në Republikën e Shqipërisë. Jemi mbledhur këtu në shenjë indignate kundrejt një vendimi arbitrar, abuziv, të padrejt, zhvatës dhe hajdut të Këshillit Bashkiak, ku vini re nga 41 këshilltar bashkiak, cilët supozohet si janë votuar nga ju dhe marrin pag nga taksat tuaja, nga bukat cilat ju të paguan e tatim shtetit, kanë trashtuar interesat tuaj dhe 39 nga 41 këshilltar bashkiak kanë votuar në plot unanimisht në një mbledhje skandaloze të errët në terrin informativ dhe të bërë shpejt për të zhvatur gjepat tuaj. Nuk është kjo pabesia e parë. Pra me urrit çmimin e biletës pra shpejt dhe në mënyrë abuzive. Pabesia e dytë është që në çdo vend demokratik ku rritet çmimi i biletës ose i shërbimit, rritja nis nga 1 janari. Dhe paralajmon edhe njerëzit që të kenë mundësi për me reagu. Përkundrazi, këta rritën çmimin shpejt dhe ja u pun vjetra mira qytetarëve të Kamzës fakt të kryer se duhet punojnë më shumë, fakt kryer se duhet paguajnë më shumë, fakt kryer se duhet japin më shumë nga xhepi edhe nga ekonomitë e tyre familjare. Kryetari i Bashkisë së Kamzës nuk del të arsyetoj, nuk del të thot i gjysmëllati, jo vetëm kryetari, po asnjë nga 41 anëtarët e Këshillit Bashkiak, cilët ju kanë trashtuar gjithë ju për interesat e kompanisë private dhe për interesat e pronarit të saj. Ndërkohë që ne kemi parë se linja tjera transporti, siç mund tjetë edhe linja e Vorës, e cila është linjë transporti që kryen një rrugtim më të gjatë nga Tirana në Vorë, ka mbetur 400 lekë vjetra, ndërsa për vjetra mira qytetarët e Kamzës është 500 lekë. Po nuk është vetëm kjo më skandalozja. Më skandalozja është se qytetarët e Kamzës nuk kanë as studentët dhe as pensionistët e saj, nuk kanë abone falas, si që ka bashkia e Tiranës edhe si që ka edhe shumë bashki tjera. A do të thotë kjo se Kamza është më e pasur se Tirana? A është Kamza më e pasur se Tirana? Jo! Duhet paguaj shumë për transportin publik si qytetari i Tiranës, i cili ka paga më të mëdha edhe mundësi më të shumta. Është ironike se qeveria u arrivi pension të tëtë me vetëm 2.000 lekë muaj. Pasa 2.000 lekë nuk e ova mundësin me e kësu, sepse me 2.000 lekë ju rrit edhe çmimi i abones së transportit publik. Pra sa që ova qeveria 2.000 lekë në rritjes, 2.1%, po që ja mori me shpejtësinë e erës, me shpejtësinë e dritës edhe bashkia me rritjen e çmimit të biletës së transportit publik. Prandaj të trasim në kurbu shqiptarët as nuk paran më shumë dhe as nuk të kushtojnë më shumë në përditshmërinë e tyre. Megafoni është i hapur për gjithë qytetarët që kanë dëshirë të marrë me shpreh indignatën e tyre.